Mirëpaqja me ju miq dhe ndjekës të këtij kanali dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Mesazhi shpirtëror i kësaj dite është nga letra e Jakobit, kapitulli 1, vargu 21, ku shkruhet: Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Amen. Ky varg na fton të heqim dorë nga çdo gjë që na pengon në thellimin e marrëdhënies tonë personale me Perëndin. Dhe mëtej na fton që të pranojmë me përulësi, thot fjala, pikërisht fjalën e tij, fjalën e Perëndis, e cila, pra fjala e Perëndis sipas vargut, ka fuqinë për të na shpëtuar shpirtin në përjetësi, por edhe gjithashtu për të na transformuar karakterin ton në jetën fizike këtu në tokë. Pra ka kaq shumë fuqi fjala e Perëndis, sipas këtij vargu, e cila është mjeti i shpëtimit të shpirtit, sepse aty njohim të vërtetën dhe planin e shpëtimit të Perëndis për çdo njeri, por ama ka dhe fuqinë e pastrimit dhe transformimit të karakterit. Pra jo vetëm të ardhmen për jetësinë, po të siguron dhe të tashmen. Një karakter më të fortë dhe një zemër të pastër. Nëse analizojmë këtë mesazh, mund të shohim që thelbi i tij ndahet në 4 pjesë. Në pjesën e parë na thuhet: prandaj hiqni çdo ndyrësi. Kjo përfshin mëkatet, veset, zakonet e këqija, mendimet negative, smirën, xhelozinë, frikën mund të themi, apo dyshimet, dhe gjithçka tjetër që na largon nga besimi i pastër te Perëndia. Harrojmë ndonjëherë, besimi duhet jetë i pastër, i sinqert. Jo besim me hipokrizi, besim me xhelozi, me negativitet. Nuk është besim pastaj, sepse nuk po i lëm vend të plot Perëndis në zemrën tonë nëse do kemi të tilla mëkatesh. Së dyti, na thuhet pra që të heqim çdo mbeturinë ligësie. Fjala mbeturinë, pra mbetje. Në jetën e krishterë, të dashur vëllezër dhe motra, dhe ju miq që na ndiqni, e vërteta është se edhe tek të krishterët mbetet tendenca e mëkatit. Pra edhe kur një besimtar rilind nga fuqia e frymës së shenjtë, pra rilind në besim, mbeten pikërisht to mbetje të ligësisë, sepse trupi është trashëgimtar i mëkatit. Mëkati nuk eliminohet nga trupi jon. Prandaj na thuhet në Bibël që në ditën e ringjalljes, pra të shpëtimit, ne do veshim trupa të rinj, trupa qellor. Pra ky është shpëtimi i përjetshëm, është vajtja në qiell në një trup të ri. Jo në trupin e mëkatit që ne kemi tashmë këtu në tokë, që është trupi i Adamit, pra i trashëguar nga së gjyshrit tan që mëkatuan. Dhe përderisa këto tendenca të mëkatit mbeten edhe tek besimtarët e rilindur, pra tek njerëzit shpirtëror, shkrimi na thërret që të luftojmë kundër tyre. Pra ndonjëherë krishterët bëjnë atë gabimin naiv që thonë: tashmë jam i shpëtuar, shpëtimi është vetëm fal besimit, nuk kanë ç'më duhen veprat. Kjo nuk është biblike, të dashur vëllezër dhe motra, sepse poshtë fjala e shenjtë thotë që besimi pa vepra është i vdekur. Pra pikërisht besimi janë veprat tona. Me anë të veprave ne tregojmë sa besim kemi. Dhe besimi i sinqert dhe i drejtë para Perëndis kërkon që ne ta urrejmë mëkatin, dhe mos të bëjmë kompromis me mëkatin. Ta paraqesim trupin ton, thot fjala e shenjtë, si fli të gjallë dhe të shenjtëruar para Perëndis. Që thot çfarë bëjmë me trupin ton, ajo tregon besimin ton. Kështu që mëkati duhet luftuar, çdo tendencë dhe çdo mbeturinë ligësie, na thot fjala. Pra sa herë të kemi këtë tundimin e mëkatit, le të shkojmë te fjala dhe ndoshta ti vizualizojmë këto dy fjalë, mbeturinë
dhe ligësi. Pra nuk ka se si besimtari i rilindur që ka në zemër Krishtin, ecën me urtësinë dhe fuqinë e frymës shenjtë, dhe fryma e shenjtë është pikërisht për na bërë të shenjtë. Nuk ka se si të bëj kompromis me mbeturina dhe me ligësi. Prandaj shkrimi na thot hiqini. Pra hiqini mbeturinat, hiqini ligësit. Dhe mëtej vijon me përullësi, pranoni fjalën e mbjell. E mbjell në ju, pra në zemrat tona. Fjala e mbjell, shumë e bukur. Pra fjala e Perëndis nuk vlen vetëm nëse lexohet ose dëgjohet. Edhe kaq. Por fjala e Perëndis merr vlerë kur pranohet me zemër të përullur dhe të bindur, të dashur vëllezër. Pra fjala na është dhënë që ta vëmë në praktik. Po që ta vëmë në praktik, më parë duhet ta kuptojmë dhe pastaj ta besojmë, pra ta vëmë në zemrën tonë. Ky është besimi. Pra kur e vëmë fjalën në zemrën tonë që e duam fjalën, na pëlqen. Për shembull, siç folëm pak më parë lavdi Zotit, pra ta urrejmë mëkatin. Nëse na pëlqen që mos kemi kompromis me mëkatin, të jemi të drejtë, të shenjtë, të pastër në zemrat tona, të jemi dritë për botën. Atëherë këtë gjë duhet ta vëmë në praktik. Këtë na thot fjala, pra të bindemi. Pra ta pranojmë fjalën si një far të mbjellë në zemrën tonë, që vlen që t'japi fryte për Perëndin. Dhe frytet janë veprat e mira, sjellja e mirë. Kur të shohim veprat tuaja të mira, thot Jezusi, njerëzit përlëvdojnë atin tuaj që është në qiell, në qiell, më falni. Pra thonë, ja biri Perëndis, është dritë, është shembull dhe dua të jem dhe unë si ky. Pra veprat tregojnë besimin ton dhe një varg tjetër na thotë që ju jeni vepra e Perëndis, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira. Pra besimi pa vepra është i vdekur, kurse besimi përsoset në veprat e besimtarit. Dhe këtë mund ta bëjmë nëse e mbajmë në zemër fjalën e Perëndis, e duam shumë si gjën më të shtrenjtë. Sepse është fjala që na thuhet edhe më pas që mund të shpëtojë dhe shpirtrat tuaja. Pra fjala e Perëndis nuk është thjesht informacion, të dashur vëllezër, por është një instrument i gjallë dhe veprues nga Perëndia. Është instrument hyjnor dhe është jetë ndryshues. Pra është kaq e bukur kur shikon njerëz se si lexojnë fjalën e Perëndis, dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe kur e besojnë, jeta e tyre ndryshon, transformohet. Dhe një prej tyre kam qenë dhe unë, të dashur vëllezër dhe motra. Unë nuk kam lindur besimtar, nuk kam lindur në familjet krishtere. Unë kam qenë njeri që shijoja atë që njerëzit i thonin suksesi i botës. Pra shumë gjëra. Dhe isha një ateist, kurse si se kisha imagjinuar, por shikoja se si jeta ime ishte bosh atisur, ishte pa kuptim. Se thoja nuk ka mundësi. Ja, i kam parat, kam suksesin, i kam të gjitha. Po pse nuk kam atë gëzimin, atë paqen, pse nuk kam kuptim? Nuk di çfarë do ndodhi, ja do vdesim, çfarë do bëhet? Pra shumë pikë pyetje në jetën time, po kur Zoti më çoi pas lutjeve dhe dorëzimeve tek ai, tek fjala e tij, unë pa se si jeta ime ndryshoi. Si jeta ime u transformua. Dhe Zoti nuk më tha që të shkëputesha nga bota e të izolohesha, përkundrazi. Ta jetoja jetën në këtë botë, po ta jetoja bashkë me të. Pra ta rifilloja një jetë të re, një jetë me më shumë kuptim, me më shumë gëzim, dhe fillova të gjeja gëzim edhe te gjërat më të vogla, te gjërat më të thjeshta. Siç mund të jetë tani ky mesazh që po inqizoj këtu në celularin tim, teksa po pi një kafe në një park, në një lulishte, ku zojtë këndojnë, ku është një kohë me diell, po është freskët, dhe është gëzim kaq i madh, edhe për këto mjetet që kemi, pas kësaj lutjeve që bëra, për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën e Zotit. Pra është kaq e bukur kjo jetë me Perëndin, në thjeshtësinë e saj, në bukurinë e saj. Është shumë e bukur. Sepse Zoti t'jep gëzimin, Zoti t'jep kuptimin, t'jep paqen në zemër, nuk na jep asgjë tjetër. Dhe fjala e Tij është për të na kujtuar që ajo ka fuqi shpëtuese, sepse ka lajmin e mirë, ka ungjillin, ka gjithçka. Por ama ajo është edhe shëruese, të dashur miq. Shëron shpirtrat e trazuar, shëron zemrën që kërkon. E mbush zemrën fjala e Perëndisë, të dashur miq.
edhe ndryshon dhe karakterin ton. Na bën njerëz më të drejtë, më paqësor, më të mirë, më të sinqert, më të hapur. Pra na shenjtëron fjala e Zotit. Dhe teksa tham të gjitha këto, të dashur vëllezër, dhe ja ku erdhi dhe një makinë këtu afër që po bën një zhurmë, po lavdi Zotit, e bën ndoshta këtë regjistrim edhe më real, këtë mesazh, jo si të shkëputur nga bota, po si pjesë e këtij realiteti që jetojmë. Dhe pikërisht si ta jetojmë të vërtetë. Si ta jetojmë, dhe do ndaja me ju 3 hapa. E para, në jetën shpirtërore, në krishtërim, na duhet për herë një disiplinë. Pra një disiplinë shpirtërore. Pra duhet kemi një lloj, si të themi, programi ose rituali, le ta quajmë, që ta bëjmë edhe kur nuk na pëlqen. Pra edhe kur nuk ndihemi për ta bërë. Kjo është disiplina. Dhe në rastin konkret, unë do i quaja një nisje e disiplinës për pastrimin shpirtëror. Sepse këtë na thot fjala. Që të heqim çdo mbeturinë, çdo ligësi dhe të pranojmë fjalën e mbjellë në ne. Kështu që hapi i parë që do thoja është të nisim disiplinën e pastrimit shpirtëror. Dhe kur ta bëjmë këtë pastrim? Çdo ditë, lavdi Zotit. Pra çdo ditë të përulemi në lutje përpara Zotit, sepse lutja nuk është një ritual fetar, të dashur miq. Bibla mëson që lutja është komunikim me Perëndin. Pra ne i thërrasim atij, parashtrojmë kërkesat tona. Kështu që nëse çdo ditë do përulemi në lutje përpara Zotit, mund edhe ta pyesim: Zot, çfarë duhet heq nga jeta ime? Çfarë duhet heq nga kjo jetë? Çfarë është mbeturinë në jetën time? Çfarë është ligësi në jetën time? Dhe Zoti do japi përgjigjen. Do japi në format e tija. Mua për shumë ma jep ose në fjalën e tij në Bibël, më sill një varg që më flet pikërisht për atë gjë që kërkoj, ose më sill dikë, një vllaj, një motër që më thot një mesazh, një këshillim, një nxitje, një fjalë nga Bibla që ma vën në dukje mëkatin, ose vetë Zoti, vetë fryma e shenjtë na bind për mëkat. Pra është ai zëri i brendshëm, situatat që na vijnë në jetë, mund të na shfaqen probleme të tjera që na tregojnë çfarë duhet heqim nga jeta jonë. Pra vese, mëkate, paudhësi. Këto na pengojnë, të dashur vëllezër dhe motra. Na pengojnë dhe nuk është e udhës që dikush na thot hiqi. Duhet ta pranojmë vetë. Duhet bindemi vetë që ato jo vetëm që na shkatrojnë si shpirtërisht, por na shkatrojnë dhe fizikisht. Mëkati krijon dhe smundje. Krijon dhe probleme financiare, probleme në marrëdhënie dhe bllokon bekimet e Perëndis. Na thuhet diku Perëndia nuk dëgjon lutjet e mëkatarëve. Pra po flasim këtu për mëkat të qëllimshëm, për mëkat që njeriu vetë zgjedh jetojë në mëkat. Por nëse e lë mëkatin mbrapa, pra ta heqësh nga jeta jote, mund të ecësh në risinë e jetës pastaj, mund të jesh i hapur për bekimet e Perëndisë dhe për shërimin e tij. Por kjo kërkon disiplinë, kështu që çdo ditë do ishte shumë e bukur për çdo njeri dhe shumë e vlefshme që të nisi me lutje, duke shtruar dhe këtë pyetje: Perëndi, çfarë duhet heq nga jeta ime? Dhe është biblike kjo lutje, dashur miq, se edhe mbreti David, dhe po flasim për një mbret kaq të pushtetshëm, kaq të bekuar, thoshte: Perëndi, më heto. Thoshte: heto zemrën time. Dhe nëse ka në zemrën time diçka që nuk të nderon ty, të lutem largoje nga ajo. Dhe së dyti, pasi lutemi, vargu na thërret, dhe po e themi si një hap të dytë, të pranojmë fjalën e shenjtë me bindje. Pra pranimi i fjalës nuk do të thotë thjesht që unë tani e besoj këtë gjë, pra thjesht intelektualisht, pra më bën sens ose më pëlqen dhe kaq. Kur e pranojmë fjalën e Perëndisë, do të thotë që ne jemi thirrur të bindemi fjalës së Perëndisë, pra ta vëmë në praktik, ta zbatojmë atë. Dhe mund të themi që Bibla, kuptohet, Perëndia na ka dhënë në formë të shkruar. Tani na jep në forma dhe teknologjike, transmetime e fjalës së shenjtë. Por Bibla nuk është libër. Nuk është thjesht një libër. Dhe vlen për ne besimtarët ose për ata që duan të nisin këtë jetë shpirtërore të krishtere. Mos ta lexojmë Biblën thjesht si libër. Bibla ka mesazhe shumë të forta.
Historitë e Biblës na japin një moral të jashtëzakonshëm, na japin një urtësi të pakrahasueshme. Dhe nëse nuk e lexojmë Biblën thjesht si libër, por le të themi si një udhërrëfyes, sa fjalë e bukur shive, udhërrëfyes. Një udhërrëfyes i drejt për drejt nga Zoti për jetën tonë, atëre do marrim bekimet e Perëndis. Sepse kemi si hartën e jetës, si manualin e jetës. E kemi parasysh kur blem në një pajisje të re që nuk dim ta përdorim, hapim atë manualin e vogël, atë doracakun i themi ne në shqip. Është një libër i vogël dhe lexojmë përdorimin, pra instruksionet. Nëse shohim Biblën në këtë mënyrë të tillë, unë vetë si besimtar mund t'jap dëshminë time që kam parë edhe jo besimtar, që kur zbatojmë parimet e Biblës, qoftë edhe aksidentalisht pa i ditur se Zoti flet në format e tij, jeta e tyre bekohet të dashur miq, sepse bëjnë atë që i pëlqen Zotit, dhe Zoti e bekon bindjen ndaj fjalës së tij. Dhe së treti, vëllezër dhe motra, vlen që të lejojmë që fjala të na transformojë. Pra të lejojmë fjalën që të na transformojë. Mendimet, ndjenjat, përjetimet, këndvështrimin e jetës, vizionin ton për jetën. Si dua ta mbaroj këtë jetë për shembull? Kur ti kena kjo botë, si dua që njerëzit të më kujtojnë? Çfarë dua të lë pas nga jeta ime? Dhe mbi të gjitha ku jam nisur? Atëherë të gjitha këto mendime mund të transformojnë vetëm e vërteta. Dhe vërteta është fjala e Zotit. Askush nga njerëzit nuk e ka të vërtetën, sepse Zoti ka dashur kështu. Pra Perëndia nuk e ka ndarë të lavdimi as edhe njeri, por ama e ka lënë të vërtetën e tij të lirë, dhe këto janë mrekullitë që bën Zoti, që ata që e kërkojnë atë ta gjejnë, por ama e gjejnë vetëm ata që e kërkojnë me gjithë zemër. Kështu që ti që po dëgjon, që mund të jesh edhe jo besimtar, mund të kesh dilemat e tua. Nëse ke ardhur deri këtu dhe po dëgjon, tregon që Zoti po të drejton hapat. Nuk e ardhur rastësisht. Atëre lejoje fjalën e Perëndis, lejoje këtë të vërtetë. Kjo është e vërteta, se një Zoti një vërtetësh. Lejoje të transformoj. Lejoje të çliroj nga ato zinxhir, nga ato pranga që të mbajnë skllavëruar. Lejoje Zotin të bekoj. Lejoje të ngrej lart, të pastroj, të shenjtëroj, të bekoj e të përdor për lavdinë e tij. Ti je dritë për të botë, ti je më i miri, më e mira. Vetëm Zoti mund ta bëjë këtë gjë, të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali. Nuk e bën dot njeriu. Sa shumë njerëz harxojnë para në për mentor, në për këshillues, në për ekspert. I tillë kam qenë dhe unë, kam pasur një karrierë të suksesshme në këshillim. Dhe vazhdoj ende edhe më sot, po sot ama këshilloj vetëm nga parimet e Biblës. Nuk fus, si thua, dijen time, njohurinë time. Sepse mendoj se njohuria e Zotit është, jo mendoj, po besoj dhe e di që Zoti ka gjithmonë në alternativën më të mirë. Dhe ka falas as edhe një gjë. Pse harxojnë njerëzit kaq shumë para, kaq shumë kohë, mundohen lart e poshtë, dëgjojnë njerëz të ndryshëm, ku nuk vën. Kur Zoti po ju flet. Dakor, po më përdor mua si mjetin e tij, edhe unë përdor këtë telefon si një mjet. Por ama po transferoj të më falni të vërtetën që na bën të lirë. Kështu që nëse lejojmë fjalën të na transformoj, vëllezër dhe motra, edhe ne të krishterët, duhet ta lejojmë fjalën e Zotit të na transformoj. Sepse ka fuqi fjala e Zotit. Aty vepron fryma e shenjtë. E përsëris, fryma e shenjtë që është vetë Perëndia te besimtari i rilindur, nuk vepron nëse ne nuk dim fjalën e Perëndis dhe nuk e lejojmë fjalën e Perëndis të na transformoj. Prandaj tham, Bibla nuk është një libër dhe fjala e Perëndis duhet lexuar dhe medituar përditë, sepse është ushqimi i shpirtit. Njeriu nuk jeton vetëm me bukë, thot Jezusi, jeton me çdo fjalë nga goja e Perëndis. Kështu që mos mjaftohemi që e dim fjalën tashmë, vëllezër dhe motra, dhe se lexojmë më, nuk meditojmë më mbi atë që Bibla na thot. Kurse si, të dashur vëllezër, fjala e Perëndis është ushqimi jon i përditshëm për shpirtin. Dhe nëse meditojmë thellë për ato që mësojmë dhe lejojmë fjalën e Perëndis të na ndryshojë mendimet, atëre fjala e Perëndis do na ndryshojë edhe vendimet
edhe sjelljen tonë dhe do na bëj dritë për botën. Ky është mesazhi të dashur në Krishtin dhe ju ndjekës të këtij kanali. I lutemi Zotit dhe Perëndisë përjetshëm, Atit qiellor të gjithë pushtetshëm, të na ndihmojë dhe t'ju ndihmojë juve që të hiqni çdo gjë të ndyrë dhe të lig nga vetja. Le të ndërtoj Perëndia të gjithë ne një zemër të përulur që mund të pranoj fjalën e Tij me gjithë shpirt. Le të mbillet dhe të shumohet fjala e Tij në të gjithë ne dhe të na përdor për të shpëtuar dhe transformuar jetët tona. Në emër të Jezusit. Amen. Vëllezër, mos harrojmë që edhe Psalmi 119, vargu 174 na thot: unë dëshiroj me zjarr shpëtimin tënd, o Zot, dhe ligji yt është gëzimi im. Zoti t'ju bekoj dhe miru dëgjofshi.